Jemi kthyer edhe për ta mbyllur këtë transmetim me Genc Burimin. Genc, të përshëndes, kam zgjedhur ta mbyll këtë vit transmetimin me ty. Shpresoj të më ecin bardhë 2026 me si në kanë nesur bisedë gjatë 2025-s. Genc, faleminderit gjithë e konjer. Dhe po nisim me njëherë. Faleminderit ty që jeni për detyrës për të informuar publikun. Faleminderit. Genc, nisim pak me konferencën e Ramës. Në fakt e kishim klarifikuar për gjithë shikuesit këtë bisedë ta bënin dje, rreth orës 13:30, por Rama vijoi për te këtij orari, kështu që e shtym të bisedë sot. Besoj të ndoqe, se po komunikonim bashkë konferencën për shtyp të Ramës, çfarë bëri për shtypje? Po ishte më kollet e komentoje taze, për që e bërë një ditë televizion, po që 24 orë brapa që bëri për shtypje. Ndoshta tani është më mirë, sepse je më i ftohtë, i mendon gjërat më qetë. Mbase, më qetë, domethënë që ai nuk heq dorë. Okej. Do gjitha që mendojnë tek opozita që mund të ketë zgjedhje parakoshme, që mund të ndërheqjen, asë mendon fare. Po mendoja sepse si mund të lëvizë ai njerëz? Ai mund të lëvizë vetëm nëse është drejtësia që e sërret apo e arreston. Po mendoj që edhe në të pikë, edhe sikur drejtësia të shkonte ta thërriste, ky nuk pranonte, ti të çojë drejtësia forcën e ligjit për ta marrë, dhe ai edhe aty është i aftë ti sot ke drejt të hyni. Në këtë pikë arritur ai. Ka në këtë pikë sfidimi të institucioneve, brenda dhe jashtë vendit, që nuk pyet më për as edhe një gjë, dhe kulmi i kësaj filozofie që shteti jam unë, ishte tek momenti i pyetjes të gazetarit kolegut të News 24-s, nëse e mban mend. Ergyll Qençe, po. Ishte shumë i qetë, ishte shumë diskret si koleg, dhe në fillim Rama po dëgjonte me interes, sepse edhe i po fliste me ngadalë, dhe i punin nxjerrë një bombë, dhe i thot me shumë qetësi, i kujton momentin e heqjes së imunitetit të Sali Berishës, dhe i kujton që asaj kohe Talon Balla, në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, tha ta vim sa më shpejt, sepse sipas një udhëdore apo një rekomandimi të Venecias, të kujtohet, Komisionit Venecias, parlamenti në kësi rastesh nuk ka fare nevojë të gjykojë për mbajtjen, thjesht t'i japi autorizimin që kërkon Spaku. Dhe i bën pyetjen kolegu ynë, aty Ramës i ndryshon fytyra, përse kjo logjik, ky rekomandim i Venecias nuk u ndoq për zonjën Balluku, ku këta herë parlamenti kërkon të shojë përmbajtjen. Aty Rama veç si reagoi? Me ofendime personale, i kliste me ty, dhe si përfundimi e tha, sepse kështu dua unë, tha. Asaj kohë menduam ashtu, tani e mendojmë kështu. Domethënë sa më shprehja e filmit, për se nuk e njohin të film base, tek ai topi është i imi, për atë që juaj vetë. Edhe në këtë pikë e meritur. Që nuk shoh asnjë zgjidhje, sepse dëgohet po zgjidhje mund të jenë amerikane, mund të jenë. Po jo, sepse pikërisht amerikanët duan të shkojnë, ose dhe perëndimor përgjithësi, të shkojnë deri në një farë rrugtimi në ndëshkrimin e korrupsionit, por jo deri tek maja. Sepse pora maja është si puna më kujton para një vit e gjysmë kur filloi, do ndrojmë komplet temën. Kur filloi ofensiva e madhe ukrainase kundra Rusisë. Nëse kohë filluam të shpresonim, që po sigur ka qenë vera e 2023 duket. Dhe asaj kohë nuk e di, mbetët perëndimorët thonin që shiko, mbase s'kemi interes që ta shkojnë kaq shumë larg në ofensivë në Rusi, sepse s'kemi interes që të bie Putini, sepse s'kemi interes se përra Putini bie Moska, bie Kremlini dhe Rusia si federatë mund të shpërbëhet dhe pastaj ai do të zgjidhë problemin e bombave atomike në këto vende që do krijohen në Rusi. Kështu dhe me pak e Ramën, për një krahasim komplet i largët, që mbase këta duan të ndëshkojnë korrupsionin, por jo deri tek koka, sepse nuk din çfarë vjen mbrapa në Shqipëri. U intereson stabiliteti për momentin, apo jo? Po gjithmonë, për momentin. Okej. Por është kjo një, të më thuash, dakord, po ta marrë në kjo anë,
stabilitetin mund ta siguronte çdo lloj personazhi politik në Shqipëri, sepse Shqipëria nuk është sot si Bullgaria, si Malizi, si Maqedonia e Veriut. Pse i marr këto vende si shembuj? I marr në këto vende që janë vendet NATO-s, në këto vende ke gjithmonë ose Republika Çeke, Slovakia, Hungaria, ke gjithmonë parti që janë proruse, që janë legalisht proruse. Në Shqipëri nuk ka tillë. Pra Shqipëri, stabilitetin ti e ke, çdo parti që do vinë në Shqipëri, çdo personazh politik që vjen në fuqi, është një personazh që është pro-perëndimor. Por është kjo është si thua panjohuria se kush vjen mbrapa, sepse por Rama ti do i bësh thirrje opozitës, dëgjoj qeveri teknike, por nuk ka sens qeveri teknike. Në kuadrin ligjor aktual duhet i bësh thirrje në këtë rast një tjetër personazhi nga Partia Socialiste, sepse është ajo parti që fituar zgjedhjet. Vetëm nëse sot SPAK-u thotë që zgjedhjet janë vjedhur. Por tek PS-ja sot s'ka asnjëri.